Sigurisht që lëndrimi tani ka dalë në atë pjedestalin që është i vërtet, ja thot miku të tij që ka disa gjëra që nuk i ka pëlqyer dhe në fund të ditës jemi në një lojë. Lëndrimi nuk mund të bëjë avokatin e Klodit dhe ta këshilloj, ta drejtoj, ja ka bërë her pas here me dijeni që shikoj situatat që ti po bën me Elionën mund të keq kuptohen dhe mund të sjelli një pasojë që e cila ka ardhur tani më në shtëpi edhe mbrëm ku Klodi po le të themi po qante për jashta në borën që binte, ishte lëndrimi që i qëndronte, pra ajo misia e tyre nuk është shkoqur, edhe pse në sytë e publikut disa herë është thënë që Klodi mund të përdor lëndrimin, por ka një lloj kimie që nuk e shikoj shumë tek pjesa e përdorjes, por që lëndrimi po vlerësohet se po ja thot gjërat në sy për këto orët e fundit që ka një lloj provokimi që po bëhet nga ana e Klodit, edhe pse ai nuk e pranon karshi Elionës edhe në këtë ndarjen që lojën që vllai i madh i bëri që i ndau banorët në treshe për të kuptuar dhe për të sjell dinamika, se këtu plasi ajo dinamika se Klodi ishte në grup me Benita dhe me Tonin, sipas Elionës është ndjerë provokuar nga Benita dhe nga Klodi dhe lëndrimi ka thënë ti nuk duhet ta bëj këtë gjë duke ditur që kjo vajza ka ndjenja, edhe pse më herët ai në një bisedë para 2 ditëve u shpreh që Eliona dhe Klodi vetë kanë dashur ta sjellin këtë situatë dhe vetë kanë dashur që ta luajnë këtë lojën, le të themi, e një lloj ndjenje apo edhe një lloj pëlqimi. Po, dhe nëse mbesim te kjo, Redion, po thua që sepse